Unë jam Fatime Sokoli, jetoj dhe veproj në Zvicër, prej vitesh, dhe jam pjesë e shoqatës Bashkimi që nga muji nëntor i vitit kaluar. Ajo që më ka ofruar më së shumti me këtë shoqatë është dashuria për komunitetin shqiptar, ndjenja e përgjegjësisë dhe dëshira për të kontribuar aty ku ka nevojë. Shoqata Bashkimi për mua nuk është vetëm një shoqatë, por një familje që punon me zemër për rujtjen e gjuhës, kulturës, traditës dhe identitetit tonë. Vlerat si solidariteti, respekti dhe bashkëpunimi janë arsye pse ndjej veten plotësisht pjesë të saj. Më lejoni që t'ju informoj se së shpejti do të fillojmë një program shumë të veçantë, i cili këtë herë do të jetë i hapur edhe për të huajt. Ky program synon të krijoj ura mirëkuptimi mes kulturave, të ofroj hapësirë për dialog, njohje dhe integrim. Përmes aktiviteteve edukative, kulturore dhe sociale, ne duam të tregojmë se kush jemi ne shqiptarët, pse jemi një komunitet kaq i madh me këto vlera kaq të forta, mikpritëse dhe i hapur ndaj të gjithëve. Ky është një hap i rëndësishëm drejt bashkëjetesës dhe respektit të ndërsjellët në diasporë. Mesazhi im për shqiptarët në diasporë është i thjeshtë, por i sinqert. Mos e harroni kurrë prejardhjen tuaj. Ruajeni gjuhën, kulturën, traditën dhe lidhjen me njëri tjetrin. Vetëm të bashkuar jemi më të fortë. Le të jemi shembull pozitiv për fëmijët tanë dhe për shoqërinë ku jetojmë, duke u treguar se identiteti ynë është pasuri, jo pengesë. Ta duam fort njëri tjetrin, sepse vetëm duke e dashur njëri tjetrin fort, do të dinë ta duam edhe vetveten. Paçi, një muaj të begatshëm.